Fjala ilah me gemat Kuranit, ka me shku që shtune, mos që shtun në kaligrafia për në shkrimin. Çka është ilah? Ilahi! Ilahi! Me besim të Ilahi i gjithë masheshme mashiplot, e thirrë Ilahin të bëj syrin tim shigjet kundër çdo pagani dhe moshriku që merr guximin me prek në fejnë tonë, feja e shqiptarit është shqiptaria. Ilahi! Ilahit i beson ki. Besoj Ilahit. Ilahit i beson ki. I ka harru se është në xhami dhe xhamia është shtëpia e Zotit ku dohet me madhru Zotin dhe jo me i linçu njerëzit dhe me i ofendu njerëzit nga shtëpia e Zotit. Ilahi! Ilahi! Ilah Allah. Allah çka është edhe Shqipa. A Shqipa është Allah. A është arabisht. Aksidentalisht nuk është shaj e mirë kur rebeli bon me gish. Nëse je veç fjall, e s'ki bëth në ngërkomës, rrini lakrineve kur i qojna ratë. Ki me tek para saj, që kërkoj falin onës, nëse sëmbët kur i qova kejt në ratë. Nëse je veç fjall, e s'ki bëth... Fjala ilah, Allah, ekziston dhe gjendet në tekstin e Kuranit. Ilahi! Por nuk ka Allah në Kur'an. Ky thot se i ka 100 shpjegime. Ke me hangër edhe mutin e vet. Ke nuk mundet me gjetë në Kur'an se emri Allah fillon me gërmën A. Tjetra, ki ka harru se gjuha shqipe, gjuha manastirit, i ka 36 gërma dhe gërma është 17. E gjuhë shqipe është L. Ne shqiptarët kemi L. Në gjuhën arabisht fërzve s'ka L. O gjahil, o anti-shqiptar i molla shaqiri. Ilah Allah. Allah çka është edhe Shqipa. A Shqipa është Allah. A është arabisht. Është arabisht edhe. O gjahil, gjeje një fjalë të arabisht fërzve, gjeje një fjalë të imamit tanë Imam Shafis, që fillon me gërmën L. Nëse thu që Kongresi i Manastirit është vonë 1908, fjala lafazan, ka ekzistu të shqiptarët edhe para Kongresit Manastirit. është fjalë 6.000 vjeçare, është fjalë e të parave. O gjahil, mos i ofendo shqiptarët, mos e përdor xhamien me kushtetut shtetit, me rregullat bashkisë të Islamska Zenicës, të kralit, Molla Shaxirit. Mos e përdor xhamien mi ofendu shqiptarët e Shkupit, që nuk janë si soji yt, si lloj, apo shë lloj, ne kthemi loj, po me di leja bëhet l, si lloji yt. O të shimir i sojit të ISIS-it. A mjaftojnë këto argumente për zëdhënësin e ISIS-it, për ndjekësit e traumatizuar, për anti-shqiptarët? Jo, nuk mjaftojnë. Të janë të destinuar për në humner, për në gremin, për është mirë, të mos mirë me shqiptarët. Ilahit i beson ki. Besoj Ilahit. Ilahit i beson ki. I ka harru se është në xhami dhe xhamia është shtëpia e Zotit ku dohet me madhru Zotin dhe jo me
i linçu njerëzit dhe mi ofendu njerëzit nga shtëpia e Zotit. Të surja e dytë, e ki elifin, e ki lamin, e ki mimin. Të janë 3 germa dhe do të më lexu kështu. Elif, lam, mim. Edhe ja ban tropi, puçra e shkupit, të është arabisht. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Elif lam mim dhalik el kitabu la raibe fi, pas ka zgjidhur shqiptarëve. Po jap jam shqiptarëve taksimi apo unë me kuptu këta? Nësë është arabisht për këtheje. Ai ka mendu se është influencer i shërbimit slav këtu në Macedoni, të një mos që nuk kanë lidhje me shqiptari, po nuk guxon se ti dëgjon edhe në Shkodër, edhe në Gjirokastër, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, edhe në New York, se po na llafos shqip. Dhe pa fije turpi thot Allahu ka fol arabisht. Allahu ka fol arabisht. Se ka situar njerëzimin me gjuhën e arabe dhe nuk njeh tjetër përveç se gjuhës arabe. Se Allah e ka sfidu njerëzimin me arabisht. Që as vet arabët e sotit nuk e thonë dhe as nuk e besojnë. As egjiptasit, as sirianët, as irakianët, as sauditët, as jemenasit, as algjerianët, as marokianët, as kush nuk beson prej tyre, njon nuk beson prej tyre që Allahu ka fol arabisht. المقصد لغة كذلك نفهم قول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما هي لعلكم تعقلون خطاب للبشرية مش لبني يعرب فقط. خطاب للبشرية يعني وكذلك أنزلناه قرآنا كاملا تاما خاليا من أي عيب أو نقص لعلكم يا أهل الأرض تعقلون. إذا كلمة عربيا في النص القرآني تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. طيب طبعا هذا غير موجود في قواميس اللغة العربية. من هنا نعود للنقطة الأولى. نحن إن اعتبرنا قواميس اللغة العربية حجة على القرآن لن نصل إلى شيء. Allahu ka fol arabisht. Se ka situar njerëzimin me gjuhën e arabe dhe nuk njeh tjetër përveç se gjuhës arabe. Se Allah e ka sfidu njerëzimin me arabisht. E ky ta çon tropin si pucër e vogël që është. Allah. Allah çka është edhe shqiptar. A shqip është Allah? A është arabisht? Është arabisht edhe. A që e shkruajnë Allah, nuk ka emër Allah në Kur'an. Ka Allah, ilah, ilahukum, po Allah nuk ka emër në Kur'an. Mund vjen shumë keq që ju kanë mashtru. Për shembull, germa A të angles lexohet e, kurse germa e të angles lexohet i. Unë nuk ju kam fal. Unë vetëm e tregoj se si është teksti në Kur'an. Tjetra. Shqiptarët janë me Tim Shkupin dhe unë jam imam i shqiptarëve, jo i musliman. Jurin njeriu i parë, atë sa unë e kam dëgjuar, po flas gjithmonë, që keni argumentu se bashkësinë islame të Kosovës e ka themelu Serbia. Përkatësisht Jugoslavia atëhershme apo Serbia. Unë nuk kam punë me bashkësi islame, unë kam pastru punë me bashkësitë islame para 3 dekadave. E kralit Pashiqit Titos dhe reisit të Sarajevës. Bashkësitë islame janë organizime të kralit Serbijës. Desh e pranove, desh. Nuk e pranove, kjo është e vërteta. Allah. Allah çka është edhe shqiptar. Jurin njeriu i parë, atë sa unë e kam dëgjuar, po flas gjithmonë. Tim Shkupi është imam i shqiptarëve dhe Tim Shkupi e ka dhënë lajmin i pari. Unë e kum dhënë lajmin i pari. Unë i pari ju kum thirr te ilahi. Nuk kum thirr te Allahi, po te ilahi. Pse thu bismi ilah, ti me përdor trurin. Ilahi! A shqip është Allah? A është arabisht? Është arabisht edhe. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Ke mohon ajetin e Kuranit, ajetin 185 dhe të gjitha ajetet e tjera, që Kurani është udhëzim për njerëzit dhe shqiptarët janë njerëz sikur të gjithë të tjerët, kita mohon çënjën mbi. A shqip është Allah? A është arabisht? Është arabisht edhe.
e di ku jam konë për herë të fundit njaja poshtë në xhami. Asgjë, shkoj, as që e lodhi menëm për xhami. Këtë dhëtë hoxh i shqiptarëve, nuk jam hoxh i shqiptarëve. Shqiptarët po më thirrin imami i shqiptarëve, imam jam. Kurse për hoxhallarët jam baba i hoxhallarët. Unë e thot jam hoxhi shqiptarëve. Unë e thot jam hoxhi shqiptarëve. Unë e thot jam hoxhi shqiptarëve. O, unë jam Hoxh, Tim Shkupi. O, unë jam Hoxh, Tim Shkupi. O, unë jam Hoxh, Tim Shkupi. baba i hoxhallarëve. Unë jam baba i hoxhallarëve. A e keni qartë ajo? Babë më kanë thirrë në Kairo, babë më kanë thirrë në Prishtinë. Baba, pse kum mësu, kum punu, nuk e kum desht me shit germën e Kuranit. Të nderuar motra e vëllezër shqiptar, ajo që unë e përdori Kuranin në dokumentaret e mia, është me arsye se asnjëherë germat e Kuranit, frazat e Kuranit, numrat e Kuranit dhe periudha kohore nuk më kanë lënë të bi në kurthën e armikut, në kurthën e shejtanëve të cilët janë në mjediset shqiptare, gjathas, majtas, para dhe mbrapa, po nuk janë lartë dhe nuk janë poshtë të tokëzimi im që rri zbathër në tokën dardane ilire shqiptare. E keni qartë ajo? Pra, kër e kum përdor emrin Ilah, unë nuk jam konë informuar me filmin e Mel Gibsonit, do shta kum përdor shumë më herët se sa me dal ky film i Mel Gibsonit në lidhje me Krishtin. Gjithashtu ju keni qenë të informuar në paraqitjet e mia publike në televizionet e ndryshme se nuk ka emër Allah në Kur'an. Gjithashtu ju kum tregu se rënja e fjalës për Zotin e vërtet Ilahin, rënja e fjalës to germa Elif Lam He në tërë Kur'anin përmenet 2850. E njëherë, gjithashtu sot du më ju tregu diçka shumë të rëndësishme. Kjo Elaheke, Ilaheke, ose ne mund të lexojmë Elaheke, përmenet dy herë, me përemër vetor hu, Ilahehe, Ilahehu, përmenet gjithashtu dy herë, edhe kjo Ilaheke më ilahukum, ilahi i juaj përmenet 7 herë. E çka është shumë e rëndësishme, ju me ditë se me vaf përmenet 2 herë, wa ilahukum wa ilahuna 1 herë. Gjithashtu du të ju aplojmë se kur vjen dhe më thonë kur vjen i të, bëhet fjalë për shumë ilaha. Zakonisht e lexojnë alihetuna, alihetukum, aliheti. Po jo që është shumë e rëndësishme që ju ta ndoxhoni nga unë, asnjëherë kjo eleh nuk vjen me përemër vetor i, ilahi im, ilahim. Pse nuk vjen? Që shumë arsyeshme, ilahi, Zoti i vërtet, është i të gjithëve, është Zoti i vërtet. Pra, nuk është as i Jezu Krishtit, ilahi që ka thirrë. E keni qartë ajo pse ka gabu Jezu Krishti dhe e kanë gozhdu, e kanë kryqëzu. Ka është Ilah. Ka dalë tash. Po him vetëm çeto, Ilah. Me lexu çështo që janë germat, me lexu drejt, është Elahu. Allahu. Allahu. Nuk është Ilah. Elahu. Elahu vet. Zoti Elahu vet, njeriu e parë. Elah. Ilah. Shqip po du me thonë ka kuptim kjo Ilah. Të arabisht forsit e sotit nuk ka. Sikurse që nuk ka kuptim edhe fjala bismit të arabisht forsit. Pse nuk ka? Se nëse merr fjalën BSM dhe e fut te fjalor të arabisht forsit, del BSM me bushesh, kur buzët bushesh. Okay. Edhe tani vim të ajo në për shembull që me gjuhën time, me germat e mia, unë po i zbërthej fjalë të kodet e Kuranit. Një teknikë, ka dhe teknika tjera. Cili mundet me kundërshtu këtë?
Që shumë bëja, mëna i dhije zdi me kalëzu. Për me lexu ilah që ta, për me lexu ilah që ta. Çka kanë bërë këto për me ndryshu këto ne? 300 vjet pas vdekjes profetit, e kanë bërë që soi thënë një shenjë, elif, hanxharie. Për me lexu që ta ilah, do të më shkruaj çështo. A përse? Me javnu një elif. Allahu. Illahu. 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 Lamit një elif me bë ilah. Që do të thot, kur e përdori unë dhe ta shumica e shqiptarëve që i ndjekin mësimet e mia, e përdorin shprehjen ilah, elah. Se ka kuptim shqip, Zoti na ka lënë. Tër këtë investim nuk vjen Zoti më thon ty. A më kupton shkon xhami, te molla Shefçeti fali drekën. Të thirri, e unë e qaj zanin tanë se cilit veç e veçin veshin e tyre. Apo molla Shefçetin, vetëm pak. Për me thjeshtëzu. Apo molla Shefçetin, molla Musën, e kum lënë aty më të kallëzu se ti që nuk agjeron, ki me shkun zjam xhane. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Ke mohon ajetin e Kuranit, ajetin 185 dhe të gjitha ajetet e tjera, që Kurani është udhëzim për njerëzit dhe shqiptarët janë njerëz sikur të gjithë të tjerët, këta mohon çënjen biologjike. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Oj femën, shpin temën, po do me po emën. Veç emrin që ta do, ka më kon emën i nemën. Kejt, kanë me kjetë me ty. Fillimi dej në fund, kurs komunal. Bileteri sot jom gjallë, kralë kanë me më shpall. Ju qa po forru, ju qa po pon. Ta mos për mu, veç ti e që ga pon. S'foni shumë veç qënë Rasovës. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve.